إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahu subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga cikli ligjëratave veprat e zemrës. Jemi tek vepra e dytë, sinqeriteti. Ligjëratën e kaluar kemi folur për rruga për tek arritja e sinqeritetit dhe zbrazja e syfaqësisë dhe kemi përmend 4 metoda apo 4 rrugë që të arrihet një gjë e tillë. Siç e kemi bërë traditë dhe zakon, pasi ligjëratat janë të lidhura njëra me tjetrën dhe është seri ligjëratave, do t'i përmendim vetëm në pika të shkurta, vetëm pikat kryesore, çka kemi folur ligjëratën e kaluar që të lidhemi me ligjëratën e sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pika e parë të cilën kemi folur, kemi përmend, kemi thënë që njeriu të arrijë tek sinqeriteti është të kërkojë ndihmën e Allahut për realizimin e sinqeritetit. Pra të kërkojë mbrojtjen e Allahut nga syfaqësia. Mu për këtë duhet që çdo besimtar dhe besimtare që të mundohet që vazhdimisht ta lutë Allahun subhanahu wa taala për sinqeritet dhe të ruaj nga syfaqësia. Mu për këtë ishte traditë dhe sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pas namazit të sabahut, një prej dhikrave të mëngjesit është që Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Pra, o Allah kërkoj mbrojtje nga ti nga shirku, pra syfaqësia, pra sepse edhe syfaqësia është pjesë e shirkut, nga ai që e di, wastaghfiruka lima la a'lamu, dhe kërkoj pra falje pra nga ajo që nuk e di, sepse ka mundësi atë që nuk e dim është shumë më madhe se atë që e dim. Sepse ka mundësi një njeri mendon se e ka bërë një vepër dhe e ka pas në rregull, mirë po në të ka depërtu syfaqësia, sepse siç kemi thënë në ligjëratat e kaluara, syfaqësia është aq e hollë që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk lën gjurmë sa lën gjurmë pra si më thon rruga apo gjurmë e milingonës. Debibun nemel, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rrugë tjetër të cilën kemi përmendur të nderuar vëllezër dhe motra është të nënshtroj pra zemrën dhe gjymtyrët vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra, nuk ka dyshim se këtë zemër pra do ta përshkojnë dëshirat dhe mendimet. Dhe nuk mund të Allahu subhanahu wa taala ka kriju ashtu se zemra nuk mund të rri neutral. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala tha afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. A nuk pave ti o Muhammed ata për cilët për Zot i kanë marrë dëshirat e veta. Pra pa tjetër, zemra duhet të marrë një drejtim. Ose kemi dhënë drejtim, pra në drejtim të duhur, në drejtim për tek Allahu subhanahu wa taala, ose kemi dhënë drejtim me u përgjegjë dhe me u nënshtru dëshirave, epsheve, egos dhe kështu me radhë. Mu për këtë besimtari duhet vazhdimisht të mundohet të punojë me vete që të arrijë pra në shkallën e sinqeritetit. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh bante dua, ja muqallibal qulub, o rrotulluesi zemrave, apo ja muthabbital qulub, o forcuesi zemrave, thabbit qalbi ala dinik, forcoje zemrën time në fen tënde. Nderuar vëllezër, sinqeriteti është pozit, si çdo vepër tjetër e zemrës, siç është bindja, siç është pendimi. Pra, pendimi para se të flasim për kushtet e pendimit, për shembull, ne duhet ta kuptojmë se pendimi fillimisht është ndjenjë, pastaj kjo ndjenjë e keqardhjes, që kur njeriu bën mëkat, edhe ndihet keq, pra ndihet gabimtar, kjo ndjenjë e shtyn njeriu që të pendohet. Momentin që njeriu pendohet, atëherë vjen
hapat e arshme të cilat janë kushtet e pendimit dhe kështu. Mirë po fillimisht pendimi është ndjenjë. Pra, ashtu është edhe sinqeriteti, ashtu është edhe bindja, ashtu është edhe dashuria, ashtu është edhe shpresa, ashtu është edhe frika. Pra këto janë pozita, këto janë ndjenja që njeriu duhet mi ndi në brendësinë e tij. Mu për këtë të nderuar vëllezër, nëse shohim se dietarët të cilët kanë folur për sinqeritetin apo përgjithësi për veprat e zemrës, dhe shohim shumë disa fjalë të çuditshme nga ato, dhe këto fjalë nuk kanë dalë dhe nuk kanë rrjedhur nga ato thjesht si definicione, janë ulë dhe kanë dhënë definicione për sinqeritetin apo për bindjen apo për kështu me radhë. Mirë po këto fillimisht ato i kanë di, i kanë përjetuar dhe pastaj i kanë shpreh me fjalët e tyre. Rrugë tjetër të cilën kemi përdor është ta mësoj se çfarë bie ndesh me sinqeritetin nga sëmundjet e zemrës, si vetpëlqimi, suefaqësia, lavdidashja në mënyrë që të ruhet prej tyre. Duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është kharaja alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru Masih ad-Dajjal. Transmeton një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli dhe i pa shokët e vet të ulur dhe ato ishin duke fol për fitnën e Dajjalit, duke e ditë se sa sprov e madhe është. Atë pejgamberi shka i tha ala ukhbirukum bima huwa akhwafu aleikum indi min Masih ad-Dajjal, a do t'ju lajmëroj une për diçka që tekun është më e frikshme se sa Mesihu ad-Dajjal, pra fitna ad-Dajjal. Qalu qulna bala fa qala ash-shirku al-khafi, shirku i msheft, an yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lama yara min nadhar ar-rajul. Pra të ngritet një njeri, të falet mirë, po të zbukuroj namazin kur e hedh një njeri dhe kur e shikon. Pra duhet që njeriu vazhdimisht të shikoj se çka bie ndesh me këto, që të mundohet dhe të ruhet nga suefaqësia, dhe kemi kemi përmend metodën e katërt apo rrugën e katërt, ta shuaj lakmin për krijesat dhe të mos kthej kokën prapa lavdërimeve të tyre. Dhe kjo kemi thënë arrihet mes dy mënyrave. E para, bindja e fortë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse bindja ngolitet në zemër, atëherë nuk le vend për dëshirë për lëvdata. Nëse flasin njerëz të mirë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhalika ajil bushral mu'min, kesh një lloj përgëzimi nga kjo botë. Mirë po thjesht edhe nëse nuk flasin mirë, kjo njeriu nuk lëndohet me ato fjalë nëse një vepër e ka bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dyta, ta njoh dobësinë dhe pavësinë e krijesave. I përmend me këto të nderuar vëllezër 4 rrugë që kemi përmend ligjëratën e kaluar për 2 arsye, që me përforcu sepse dituria arrihet përmes përsëritjes dhe me vazhdu me rrugën e 5 apo metodën e 5 me radhë. Dërsa sonte pra me lejen e Allahut do të vazhdo me rrugën e 5 apo metodën e 5, e cila është për arritjen e sinqeritetit dhe zbrasjen e suefaqësisë, është fshehja e veprave. Siç kemi thënë të nderuar vëllezër, e kemi përmendur edhe fjalën e Sufjan al-Thawrit ku ka thënë kullu ma dhahara min amal la a'udduhu shay'an, çdo punë e cila është e dukshme para njerëzve nuk e llogarisun shumë, li an al-qulub adhaf, sepse zemra thot janë të brishta, të dobta, min an takuna mukhlisatan, që të jenë të sinqerta, wa an-nasu yanzurun, ndërsa sytë e njerëzve janë të kthyer drejt teje. Pra, vepra e cila bëhet në vetmi është një lloj garance dhe një lloj argumenti dhe një lloj mbrojtje nga suefaqësia. Është një rezistuese nga suefaqësia, sepse ajo gjaja kryesore që dobëson sinqeritetin dhe i hap derë suefaqësisë është shikimi i njerëzve, dëshira për lëvdata dhe kështu me radhë. Njeriu kur është në vetmi dhe kur i bën vepra që s'e din askush, vetëm se ai dhe Allahu subhanahu wa taala, gjasat për me rënë suefaqësi janë inekzistente, thuhet që. Mu për këtë edhe agjërimi ka vlerë të veçantë. Arsyeja është se nuk din askush a je agjërueshëm apo nuk je agjërueshëm. Për njatë agjërimi është llogarit prej adhurime të sinqertë dhe Allahu subhanahu wa taala ka garantuar një lloj shpërblimit për të pa kufi. Ka thënë as-sawm wa ana ajzibi, do të thënë inma yuwaffi as-sabiruna ajrun bighayri hisab. Pra durimi dhe agjërimi, thonë Allahu as-sawm pra agjërimi është për mua dhe unë shpërblej, veç Allahu e din se sa shpërblen agjëruesin, sepse është një vepër që nuk, do të thënë, vështirë shumë është që të ketë pra hise njeriu. Thot Sufjan al-Thawri, jam njoftuar se kur robi bën ndonjë vepër fshehtazi, shejtani i vihet vërdall pa rreshtu derisa ta mposh që ta shfaq atë në shesh. Kështu që i shkruaj që e ka bërë në mënyrë të hapur, pastaj përsëri shejtani vijon të cyt, atë derisa doj të lavdërohet për të, rrjedhimisht i shfuqizohet ajo vepër nga regjistri i veprave haptazi,
tek ato të bëra për sy e për faqe. Për atë ndërvëllezër, kjo tregon rrezikshmërinë e veprave që bëhen për njerëz. Mirë po, si thonë dietarët, për këtë veprat fshehurazi ka edhe përjashtime. Nëse një vepër me atë vepër mund të jesh motivues për rrethin, për shoqërinë dhe kështu me radhë, dhe mund të stimulojsh tjerët që të veprojnë, kjo dietarët thonë nuk është ndaluar, bile është edhe e pëlqyer, dhe këtë kemi raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin siç e transmeton Muslimi thot: "Kuna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sadri an-nahar." Pra këtë hadith e ka nxjerrë Muslimi, thot ishim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të ditës. Qala faja'ahu qaumun hufatun uratun. Erdhën disa njerëz, një popull, një grup të zbathur, mujtaba nimar aw al-aba'i, pra me tesha të trasha nga leshi, mutaqallidi suyuf, të varur në shpatat, ametuhum min mudar, bel kulluhum min mudar, i takojshë një fisit, pra mudar, fata'amara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë u pa mërzi në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lima ra'a bihi min al-faqa, nga gjendja të cilën e kishte. Fadakhala thumma kharaj, hyni në shtëpinë e vet, pastaj doli, fa amara Bilal fa adhan, urdhëri Bilalin që të thras ezanin dhe ikametin, fa salla thumma khatab fa qala, atëherë e fali dhe u ngrit dhe majti një fjalim: Ja Johannes, lexoj, keni frikë Zotin, i cili ju krijoi nga një min nafsin wahida, deri tek ajetet inna Allaha kana aleikum raqiba, pra Allahu është mbikëqyrësi juve. Ajetin tjetër, ittaqullah, keni frikë Allahu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dhe çdo kush të shoh se çka ka përgatit pra për nesër. Tasaddaqa, i tha, jepni sadaka, tasaddaqa rajulu min dinari, le t'japin, jepni sadaka nga dinari, nga dirhemi, nga teshat, nga sa burr, pra një sasi matse në atë kohë, nga elbi, nga hurmat, hatta qal walau bi shaqqi tamra, qoftë edhe me një gjysmë temër hurme. Fa jaa rajul min ansar, atë erdhi një njeri me një qese, bisurratin kadet kaffuhu ta'jizu anha, me nzi thot e mante, bel qad ajizat, edhe nuk mujt mi majt. Thumma tataba nas, pastaj fillun njerëz dhe e pasuan këtë person, dhe hatta ra'aytu kaumaini min at-ta'am wa thiyab, derisa athu u ban dy kodrina nga teshat dhe nga ushqimi. Hatta ra'aytu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, derisa pash në fytyrën e pejgamberit yatahallalu ka'annahu, pra e pash të gëzuar. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam, pastaj u gëzu pejgamberi dhe tha man sanna fil islami sunnatan hasana, pra kush vepron një rrugë, apo kush e vepron një gjest të mirë, kush e nis në islam një vepër, një traditë të mirë, falahu ajruha wa ajru man amila biha, ka shpërblimin e saj dhe shpërblimin e atyre që veprojnë pas saj. Dhe e kundërta, wa man sanna fil islami sunnatan sayya, kush e bën një vepër të keqe, kana alayhi wizruha, pra kush e shpik një vepër të keqe, do ta marrë mëkatin, atë mëkat, wal wizru man amila biha, dhe mëkatin atyre që do të punojnë pas ti, min ghairi an yunqasa min awzarihim shay, duke mos u paksu atyre pra asgjë. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra, ky është një argument se her pas here, sidomos në ato vepra që mendon se do t'i nxish të tjerët të bëjnë vepra siç është lëmosha, sadakaja dhe vepra të ngjashme, një gjë e tillë dietarët e kanë pëlqyer që të bëhet haptas apo në publik. Do të bëj një ndalje shumë të shkurt, edhe pse nuk është vendi të flas për këtu, mirë po, men sanna fil islami sunnatan hasana, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e nis në islam një traditë të mirë, dietarët kanë folë shumë për këtë hadith, apo më konkretisht për pjesën e këtij hadithi, se i lejohet njeriu ndoshta edhe të shpik disa adhurime të cilët edhe nuk ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u argumentu me këtë hadith. Pastaj, si rezultat e këtij hadithi, pastaj kanë dalë edhe shkollat të cilët kanë folë për bidatet, edhe i kanë dalë në disa kategori, bidati mirë, bidati keq dhe kështu me radhë.
Mirë, po të nderuar vëllezër dhe motra, mund të themi se ky nuk është argument I mjaftueshëm që I lejohet një njeriu të shpikë adhurime të cilët nuk I kanë bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo shokët apo khulafa rashidin dhe kështu me radhë. Sepse është fakt se në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek sahabët ishte, domethënë që mund të ata të bajshin një adhurim që sa ka bë pejgamberi alayhis salam. Kjo është shumë transmetime, siç e kemi transmetimin pra nga kuna yawman nusalli wara nabi sallallahu alaihi wasallam, thot kë Rafa ibn Rafi'a thot ishim duke u falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa ra'sahu min ar-rak'a qala sami Allahu liman hamida. Kur e ngriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thon kokën nga rukuja, kur tha sami Allahu liman hamidan, njëri nga sahabët tha rabbana wa lakal hamd, hamdan tayyiban, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Pra, deri në atë kohë nuk ishte shtim, pra deri në atë kohë ishte rabbana wa lakal hamd. Mirë, po një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e tha rabbana wa lakal hamd, hamdan tayyiban مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. Thot I kam pa 37 melek duke u shty cili po e shkruan shpërblimin më I pari. Duke u nis nga ky hadith, çka thot Ibn Hajeri në librin e tij Fathul Bari, thot wastudilla bihi apo wastadalla bihi ala jawaz ihdath dhikr fi salati ghayr ma'thur idha kana ghayr mukhalifin lil ma'thur. Thot lejohet që ta veproj një dhikr, ihdath dhikr, pra fi sala ghayr ma'thur, edhe pse nuk ishte transmetuar me një kush që mos ta kundërshtoj atë të cilën është I transmetuar. Mirë po, wallahu alam, kjo mendoj që duhet pak të kufizohet, sepse si thash, ka mundësi sahabët kanë vepruar vepra që deri në një moment të caktuar nuk ka qenë e njofton, pastaj kanë vepruar vepra siç është rasti I Bilalit, kur I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është me ti o Bilal që I jam duke t'i ndëgju pra nallat në xhennet. Bilali tha nuk bëj një vepër, vetëm se pra nuk kam diçka të veçantë, mirë po nuk lahem apo nuk marr abdes, vetëm se I fal 2 rekat. Pra deri në atë kohë nuk ishte problem për Bilalin të falte 2 rekat mas abdesit, apo nga këtij sahabi tjetër që të shtonte çështja kur çohet për rukus, apo edhe kështu me radhë, kemi shumë hadithe që kanë shtu. Mirë po, të nderuar vëllezër dhe motra, kjo kufizohet sepse ne e dim se suneti është fjalë, vepër dhe miratim. Momentin që një sahabi e ka bërë një vepër, mirë po kjo vepër I ka arrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka miratu, atëherë kjo bëhet sunne e taqririe, pra sunet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I miratuar. Mirë po, me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me vdekjen e khulafa e rashidin dhe kështu me radhë, cili është ai që nëse ne e shpikim një adhurim, mund na garantoj se e kemi në rregull apo nuk e kemi në rregull. Për dallim në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën një vepër, e ka miratuar se e ka refuzuar, siç është rasti I atyre 3 vetëve që kanë shkuar I kanë pyet gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe I than kur e përshkruan adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty më u duk pak në aspektin as jemi duke bë asgjë, duke u nisë pejgamberi edhe pse janë fal mëkatet e kaluar dhe ato që do t'i vinë, atëherë thonë që unë do të agjeroj, nuk do të unë do të përkushtohem vetëm për adhurim, nuk do të martohem dhe kështu me radhë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka I tha, tjetri tha ana anam, pra ana aqumu al-layl fala anam, edhe unë do të rreziuam dhe nuk do të flej dhe kështu me radhë. Atëherë çka I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I tha inma ana a'lamukum billahi wa akhshakum lah. Unë jam ai që di më së shumt në lidhje me Allahun dhe ai cilin e ka më së shumt të frikat, walakinni aqumu wa anam, zgjohem dhe flej, wa asumu wa aftiru, agjeroj dhe bëj iftar, pra nuk agjeroj. Wa atazawwaju an-nisa, dhe martohem. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atëherën kush largohet nga suneti im nuk është nga unë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bën një vepër, edhe atë vepër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose ka miratu ose ka refuzuar.
momentin që ka miratu, është ba sunet, momentin që ka refuzu, pra është ba erisi dhe bidat. Mu për këtë nuk mund të hapim derën, edhe pse kjo është teme veçantë dhe me lenin Allah do të flasim, të çështja bidati dhe kështu me radhë, cila është bidat dhe kështu me radhë, mirë po nuk mund të hapim një derë sepse për fat keq sot me pretekstin se jemi duke bë mirë, kanë hyrë shumë erisi dhe shumë bidate në fe. Të nderuar vëllezër dhe motër, diçka duhet ta kuptojmë se jo çdo gjë që në vetvete është e mirë, pra është në të gjitha aspektet e mirë. Më së miri është pasimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shembull, ne e dimë vlerën e leximit të Kuranit. Mirë po, leximi i Kuranit në ruku dhe në sejdë është i ndaluar. Pra, jo çdo gjë që është e mirë, edhe në çdo aspekt, pra e ka atë vlerën e saj mund ta zbritësh. Mu për kështu themi, edhe pse nuk është tema jon këtu, dhe inshallah me lenin Allah do të flasim, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme ta trajtojmë dhe ta elaborojmë çështjen e bidatit, çka është bidati, sepse mendoj se është fakt se janë 4 shkolla të nderuar vëllezër dhe motra të çështja e bidatit, dhe mendoj se duhet një lloj sqarimit tek bidati, mirë po do t'i vjerë koha. Mirë po, duke masi e përmenda këtë hadith, deshta ta baj një sqarim të vogël. Rrugë tjetër të nderuar vëllezër që na ndihmon në arritjen e sinqeritetit është të marrë vetveten në llogari për qëllime, dëshira dhe mendime të përfshira. Pra, njeriu vazhdimisht e pyet vetveten dhe kërkon përgjigje. Pra, nëse e thu një fjalë, nëse e bën një vepër, çfarë kishe për qëllim me këtë fjalë? A kishe për qëllim këtë fjalë, a tha për Allahun subhanahu wa taala, a ishe i sinqert në atë fjalë? Nëse e bën një vepër, me këtë vepër, pra vazhdimisht njeriu e merr veten në llogaritje, pra e jep një sadaka, synove me këtë sadaka dhe kështu me radhë. Siç thot Hasan al-Basriu, besimtari është rojtari i kujdesshëm ndaj vetvetes. E merr në llogari sinqerisht veten për Allahun, në të vërtetë disa njerëz do të kenë llogari të lehtë në ditën e Kiametit. Pse? Me që llogariten veten sa ishin në dunja. Disa të tjerë do të kenë llogari të vështirë në ditën e gjykimit, për shkak se në përkëmbën llogaritjen e vetvetes. Pra besimtarit të nderuar vëllezër dhe motra, duhet të jetë vigjilent, i vëzhgon mendimet dhe synimet e tij, po ashtu fjalët e veprat vazhdimisht në mënyrë të tillë që të mos bjerë në sefaqësi. Siç thot Ebu Lubebe, njerëzit më së afërt i sefaqësisë janë ato që ndihen të sigurt prej saj. Pra, nuk merren me veten, nuk e marrin veten në llogari, e llogarisin një lloj sigurie, ka një lloj garancie nga sefaqësia dhe kështu me radhë, dhe këtu është problem, siç thash, sepse nga sefaqësia kanë pas problem edhe të parët tanë, sepse është diçka shumë e msheftë. Thot Ibn al-Qayyimi, vetë llogaritja është dy llojshe, njëri lloj është para veprës, ndërsa tjetri pas saj. Sa i përket llojit të parë, ka të bëjë, thot, me të ndaluarit që në çastet e para të niyetit dhe synimit. Pra, ashtu që nuk nxiton të bëj veprën derisa të ketë të qartë mirësinë e bërjes se sa i kundrejt mosbërjes. Pra nalet dhe mendon, një kjo vepër, a është e qartë në aspektin, a është për Allahun apo jo. Nëse është për Allahun, vazhdon dhe e bën. Nëse nuk është për Allahun, nalet dhe e përmirëson niyetin. Për këtë thot Hasan al-Basriu, Allahu mëshiroft atë rob që ndalet që në fillet e synimit të veprës. Nëse është për Allahun, vazhdon dhe e bën, e nëse jo, përmbahet prej saj. Pra nalet, pra kjo është praja vetë llogaritja, dhe sidomos sot kur dominimi jetës materiale, rrjetet sociale, kur njeriu shumë pak pra ka me rujt veprat dhe kështu me radhë, se jeton me një kohë që çdo gjë pa ka shumë shfaqje dhe kështu me radhë, duhet njeriu me riaktivizu kartën e vetë llogaritjes shpesh, sepse sefaqësia, siç thash, është diçka shumë e msheftë. E shtata të nderuar vëllezër, metodë apo rrugë është që robi në përpjekjet e tij duhet të qëndrojë larg vendeve që kërkojnë artificialitet, jo natyrshmëri dhe shtirje para krijesave. Kjo është prej problemeve kryesore të nderuar vëllezër që vjen në kundërshtim me sinqeritetin. Pra njeriu nuk është natyra vet, shtiret. Për atë Allahu subhanahu wa taala çka i tha pejgamberit, thuaj kul ma es'alukum alayhi min ajr. Thuaj unë nuk po kërkoj nga ju llogari, shpërblim për këtë Kur'an. Wa ma ana min al-mutakallifin, as pretendoj të jem diçka që s'jam. Pra, njeriu me qenë vetja vet, me qenë natyra vet, mos mushtir, siç thonë dietarët,
Ma është qef kam të takoj shejtanin se sa filanin. Pse? Sepse para filanit shtirem. Ka njerëz që kur e takon dikam, e bën të shtiret dhe mos të jetë vetja vet. Kjo bie në problem, pra kjo qet në pah problemin që ka njeriu me sinqeritet. Njeriu gajlen dhe dertin dhe shtirjen e vetme që duhet ta ketë para Allahut subhanahu wa taala. Si të jetë i mirë para Allahut subhanahu wa taala. Kjo nuk vjen në kundërshtim me respektimin dhe nderimin dhe falënderimet që duan m'ia bën njerëzit kështu me radhë. Mirë po, njeriu nëse për shembull gjatë kur është vet e kryen një adhurim, si thot në gjuhën popullore, shkel dhe shko. Kur është pranë dikujt e përmirëson adhurimin, e zbukuron adhurimin dhe kështu me radhë, pra shtiret dhe një lloj artificialiteti dhe një lloj jonatëshmërie. Çka do të thonë jonatëshmëria? Pra nuk është në atë natyrën e zakonshme që ky është vazhdimisht kur është vet, pra dallon kur është me tjetër kam. E tjetra të nderuar vëllezër është që robi të qëndrojë larg shkaqeve që i sjellin famën sa të ketë mundësi. Pra kjo nuk do të thotë të nderuar vëllezër, kjo nuk është thirrje për izolim, as për vetmi, ashtu që të thotë unë nuk duhet të shfaqem, se kam frikë nga fama, jo, sepse ne e dimë se të parët tanë kanë dalë kanë thirrë njerëz në rrugt të Allahut, në të mirë, në urdhërimin e të mirë, ndalimin nga keqja, kanë dalë në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë prezantuar në namazet dhe kështu me radhë, kanë bërë vepra, kanë dhënë sadaka siç e përmend në hadithin kështu me radhë. Kjo nuk është thirrje për izolim. Mirë, po kjo është çështje të nderuar vëllezër në aspektin mos me bë njeriu, çka do të thonë fama, mos me, nëse e shef dikush, me dhënë sadaka. Nëse nuk e shef dikush, pra mos me dhënë sadaka. Në aspektin pse, nëse e shef dikush duke dhënë sadaka, me thënë filani jep, me marr, do të thonë mu bë i famshëm apo me bë vepra në prani të njerëzve dhe kështu me radhë. Nëse je në vetmi, ndoshta ato vepra nuk i bën. Pra mos me qenë qëllimi mos me qenë ajo motivi shtyts njerëzit. Momentin që ka njerëz, ti e bën vepra. Momentin që s'ka njerëz, ti i lën ato vepra. Dhe kështu me radhë. Dhe e teta të nderuar vëllezër, pra është që e nanta është që të shikoj dobit apo përfundimet e sinqeritetit në dunja dhe në ahiret, dhe rrezikshmërinë e syfaqësisë në këtë botë dhe në ahiret. Pra, ne do të flasim inshallah ligjëratat e ardhshme për frytet, dobit e sinqeritetit. Mirë po thjesht mendoj që dy hadithe, nëse e shoqëroj njeriu, besoj që Bajagi e marr një balancë çështja e rëndësia sinqeritetit dhe rrezikshmëria e syfaqësisë, si të çështja hadithi parë e kemi hadithin të nderuar vëllezër, hadithin e atyre që hyn me një shpellë kur i nxu shiu dhe i nxu guri. Kjo tregon se kjo ngjarje të nderuar vëllezër mund të na ndodh çdo njërit nga ne. Na nxjerr një shi dhe kështu me radhë të futemi në një shpellë dhe kështu me radhë në një vend. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme është se ajo çka i shpëtoi ata nga kjo botë ishte sinqeriteti. Pra, nuk kishin rrugdalje, nuk kishin mënyrë që të shpëtojnë dhe të dalin nga ajo shpellë, vetëm që të reaktivizojnë kartën e sinqeritetit dhe të afrohen tek Allahu subhanahu wa taala me veprat të cilat i kanë bërë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra të pastër 100%, atëherë çdo njeri prej tyre filloi dhe i përmendi veprat të cilën i ka bërë vetëm për Allahun, thau Allahun e kam bërë këtë e këtë, nëse e kam bërë për hir tënde, largoje. Filloi guri, pra lëvizi pak. Edhe i dyti ashtu, edhe kur e përmendi i treti, pra lëvizi guri dhe dolën. Dhe e kemi rastin e atyre që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, thalathat me 3 do të dhizet zjarmi i xhenemit, dietarin, mujahidin dhe atë dhënësin që jep në rrugt të Allahut. Pra njeriu veç një të dy hadithe mi shoqëru, mendoj, wallahu alem, se Bajagi e bën njeriu që të matet dhe të reflektoj tek çështja e syfaqësisë dhe sinqeritetit. Pra, dhe siç edhe do të përmend edhe diçka të çështja e rrugës 8 që them që të largohet nga ato vende që i sjellin famë. Kjo nuk do me thonë të nderuar vëllezër që njeriu nëse e ka obligim një pozitë,
pra të largohet nga ajo pozitë. Jo, ka mundësi që dikujt të obligohet ajo pozitë dhe e ka obligim që ta marrë atë pozitë. Mirë po, ajo që dua të them është që njeriu mas me insistu me çdo kusht me arrit tek pozita. Sepse siç i tha Ebu Dherri, pra kur kërkoi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një pozitë, dhe i tha: "Ja Aba Dharr, innaka dhaif", ti je i dopt, ndërsa kjo është khasara wa nadama yawm al-qiyamah. Kjo do të jetë humbi, do të jetë pendim për ty në ditën e Kiametit. Kupton? Në aspektin pse të ndërrohet, se ai njeri i cili e don pozitën me çdo kusht, pra edhe nëse se meriton, ky në këtë aspekt nuk po merr këtë pozitë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me ndihmu kauzus islamit dhe kështu me radhë, mirë po ky po e merr këtë sepse ky don me ushqy dëshirën dhe egon e vet. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mas me avon pozitën atij që e kërkon. Për ndryshe ne kemi dietar që ka mundësi ndoshta vet nuk e ka pranu pozitën për disa arsye, sepse ka pa më të arsyeshme ndoshta shpërndarjen dhe përhapjen e diturisë, siç e kemi rastin e Ebu Hanifes që ka ikë nga posti. Mirë po i njëjti Imam Ebu Hanife e nxiti nxancin e tij Ebu Jusufin që të bëhet gjykac dhe kështu me radhë. Pra kjo çështja është relative, ne nuk themi që njeriu duhet me ikë nga pozita. Mirë po, nëse njeriu nuk është meritor apo nuk duhet çdo kush me kërku pozitën. Nëse të ofrohet një pozitë dhe e shef se je meritor dhe mundesh që t'ja jepësh hakun sepse pozita është një lloj amanetit dhe apo përgjegjësia publike është një lloj amanetit, atëherë ka mundësi dhe të obligohet, mirë po mos me qenë arsye me marr pozitën shkak që me bë famë dhe me bë i njohshëm. Pra kjo është sa i përket të çështja e famës dhe të çështja e dobit sinqeritetit dhe me pa dhe me thanë rrezikshmërinë e së fajësisë, ndërsa me lejen e Allahut subhanahu wa taala, ligjëratën e ardhshme do të flasim për shenjat që tregojnë për sinqeritetin e robit. Pra, dy ligjëratat e kaluara, ligjëratën e kaluar kemi folur 8 apo 9 mënyra, metoda, rrugë, të cilën ja lehtësojnë njeriu që të arrijë tek sinqeriteti. Po supozojmë apo po pretendojmë hipotetikisht se kemi arritur tek sinqeriteti, ta shohim pra, ta bëjmë një test vetes, a ekzistojnë tek ne këto shenja që ta dimë se a jemi të sinqert apo jo. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.